Pasi gjykata kushtetuese e Maqedonisë së Veriut ka shfuqizuar vendimin e vitit 2007, me të cilin sheshi i Tetovës edhe disa rrugë të qytetit morën emra në gjuhën shqipe dhe emra të figurave historike shqiptare, kanë vijuar një sër reagimesh në opinion. Këshilltarët e Aleancës Kombëtare për Integrim dhe të Lidhjes Shqiptare të Zjadin Selës kanë kërkuar seancë të jashtëzakonshme të kuvendit. Këshilltarët njëzëri vlerësojnë se Tetova nuk duhet të kthehet 2 dekada pas dhe se emërimet e rrugëve përfaqësojnë identitetin, historinë dhe dinjitetin e qytetit. Ky nuk është vendim juridik, por një goditje e rëndë dhe e qëllishme ndaj identitetit historik, realitetit shoqëror dhe dinjitetit qytetar të Tetovës. Në vitin 2006, Bashkimi Demokratik për Integrim e miratoi këtë vendim me votim të gjithë këshilltarëve, të gjithë etnive, me marrëveshje të plot politike dhe me votim sipas parimit të badenterit. Sot kërkojmë që ky vendim të rimiratohet menjëherë, duke pasur parasysh se, sipas regjistrimit të fundit, për këtë çështje nuk kërkohet më votim i dyfisht me badenter në Këshillin e Komunës së Tetovës. Në lidhje me këtë kërkesë, është prononcuar nënkryetari i Komunës së Tetovës, Albi Qamili, i cili tha se këto veprime janë të organizuara nga BDI dhe gjykata kushtetuese. Ai tha se vendimi i vitit 2007 për emërimin e rrugëve në gjuhën shqipe ka qenë vendim gjysmak nga BDI, teksa tani tha se do të regjistrohen sipas ligjit. Është një orkestrim i qartë dhe një skenar i qartë i dyshës BDI gjykata kushtetuese, të cilët po mundohen të defokusojnë opinionin pikërisht në momentin kur ne po finalizojmë procesin e emërtimit rrugëve në Tetovë, ata po shfuqizojnë një vendim që kur nuk është implementuar. Opinioni e din mirë se vendimi i Këshillit Komunal të vitit 2007 që kam bërë riemërtimin e 11 rrugëve gjithësisht edhe të sheshit Iliria nuk ka hyrë në fuqi shkaku se nuk ka patur në atë kohë pëlqim nga qeveria. Sot ka reaguar edhe Lëvizja Arbëria, e cila është pjesë e koalicioni qeverisës me Vlenin, në vend që të garantoj siguri juridike, drejtësi, respektimin e vullnetit të qytetarëve dhe të detyroj institucionet shtetërore të respektojnë vendimin e Këshillit Komunal, gjykata kushtetuese po prodhon pasiguri, pa drejtësi dhe po u jep forcë narrativeve të botës serbe e ruse, theksohet në këtë reagim, ndërkohë nga Komuna e Tetovës theksojnë se me punën e komisionit që ka formuar komuna për këtë çështje, do të rikthehen emrat e rrugëve që janë nga vendimi i vitit 2007, por që nuk janë zbatuar, e po ashtu do të emërtohen edhe rrugë të tjera me emra të rinj. Kujtojmë se me vendimin e gjykatës kushtetuese, sheshi Iliria quhet Marshal Tito, rruga Dervisara rikthehet në akronimin e ushtrisë jugoslave JNA, Mehmet Pash Deralla rikthehet në 29 nëntori e të ngjashme.